Si kundër e përmenda, jemi në ditën e parë të panairit të librit, por jo vetëm për këtë arsye jemi me personazhin që do t'ju prezantoj, do të bisedojmë vetëm pas pak, sepse ai është përfaqësuesi, siç e thash, më i denj i letërsisë tonë, i ngjan shpeshherë personazheve burra të librave të tij, sepse pjesa më e madhe e krijimtarisë të tij pothuajse e gjitha ka nota të theksuara autobiografike. Ai është i nderuar me çmime kombëtare brenda vendit dhe çmime ndërkombëtare jashtë vendit. Ka marrë titullin Mjeshtër i Madh nga presidenti i Republikës, ka marrë titullin jashtë vendit Kalorësi i Legjionit të Nderit, i akorduar nga presidenti francez Nicolas Sarkozy. Është i përkthyer në 11 gjuhë të botës. Nga Le Monde është cilësuar si këja i dytë, duke ngritur sigurisht vlerat e letërsisë shqiptare, këja i dytë pas Kadares. Shumë revista dhe prestigjioze botërore kanë shkruar për të, duke ngritur në një piedestal letërsinë tonë shqiptare. Jetën e ndan mes Shqipërisë dhe New Yorkut, por këtë herë do të qëndroj më gjatë, si kundër më tha para se nismin këtë bisedë, ka ardhur në Shqipëri jo vetëm për panairin e librit, por për te angazhimeve të tjera, qëndrimi i tij do të jetë më gjatë, do ta mësojmë se përse. Jam në studio me zotin Fatos Kongoli. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët dhe kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit që më thuhet, kënaqësia është e imja. Bëra një prezantim sepse publiku lexuesi i të gjitha brezave është mësuar me karakteret, me personazhet, me tematikat që ju trajtoni. Po do doja pas të flisnim për këtë pjesë dhe për librat që unë i kam mbi tryezë që do të jenë pjesë në panairin në stendën e botimeve Toena. Sa herë vini në Shqipëri, sa shpesh dhe si e përjetoni rikthimet e herpaseshme në Tiranë edhe në Elbasan, në vendlindjen tuaj? Dëgjoj. Unë kam bërë një jetë midis Shqipërisë dhe Amerikës, Shteteve Bashkuara, këto 7 vjet e fundit, sepse për arsye thjesht sepse unë kam 2 fëmijë të mi atje, vajzën dhe djalin, të cilët ndodhen prej 18 vjetësh, tashmë vajza, prej 16 vjetësh djali. Edhe ato, me që unë dhe gruaja metëm këtu, më në fund ata na propozuan që të shkonim edhe neve atje, derisa të bënim një bashkim familjar, pastaj shohim, vendosim se çdo bënim më tutje, dhe kjo u bë. Gjatë kësaj periudhe 7 vjeçare, thënë më shumë se 6 vjet, unë më shumë pjesën më të madhe të kohës e kam kaluar në New York, për arsye sepse fëmijët kam golën që edhe ne prindë dhe të vërsi ata të merrim shtetësinë amerikane. Mirë po ka një emise duha me grunë, pse jo, thamë, dakord. Kjo ishte iniciative e fëmijëve. Mirë po kjo nuk është aq e thjeshtë, sepse duhet të rrish të paktën 6 muaj brenda territorit të Shtetit Bashkuara. Dhe pastaj mund të shkëputesh, po gjithçka është llogaritur në mënyrë tepër të saktë. Amerikanët në këtë pikpamje janë shumë skrupulos, shumë përpikt. Pastaj e mbaruam atë periudhën 5 vjeçare të qëndrimit me green card, erdhi koha të kërkonim shtetësinë. Edhe e bëm, ka marrë edhe një vit tjetër përsi sa u bën dokumentat, kështu që pranaj kjo është arsye që tashti që unë i marrova të gjitha. Mund të qëndroni më gjatë. Jo, mund të qëndroni më gjatë, por kjo është arsye që unë s'kam nevojë më të rri aq gjatë atje. Unë mund të shkoj kur të dua tashti, se e kam këtë. Si e keni gjetur Shqipërinë gjatë kësaj periudhe vizjesh tuaja? Ka patur ndryshime dhe sigurisht edhe për klimën letrare. Shqipëria sigurisht është ajo që është. Shqipëria është një vend në pikpamje klimatike i mrekullueshëm. Kjo është përshtypja më masi largohesh e rri për i kohë gjatë edhe kthesh mas shumë muajsh, natyra këtij vendi të mrekullon. Kur je këtu nuk e kupton, ose kur largohesh, sidomos kur në izolimin që ka jetuar brezi im, por është një vend vërtet jashtëzakonisht i bukur, me një klimë të mrekullueshme që nuk ja vlen ta lësh.
në qoftë se ke një situatë sigurisht se kur s'ke situatë atëherë është tjetër gjë, nuk mund të flasësh kaq në mënyrë komode. Liçia na ndihmon me ca tinguj të bukur të kompozitorit zotit Baki Kongoli, babai tuaj. I dëgjoni besoj. Do ta shoqërojmë këtë bisedë në mëngjesin tonë. Zoti Kongoli. Dita e parë e panairit të librit. Ju si rrallëherë vini me një libër të ripunuar. Është Ëndra e Damokleut, që është edhe fituesi i çmimit letrar Ballkanika 2002 ose Nobeli i Ballkanit. Keni vendosur ta ribotoni, ta risillni Ëndrën e Damokleut. Është një ritregim bashkohor i ngjarjeve që marrin shkas nga ngjarjet e 97-s, një histori e pamundur dashurie mes Ergysit dhe Lindës. Është si një ritregim bashkohor i Romeos dhe Julietës. Përse është dashur ta risillni, ta ripunoni? Zakonisht nuk ndodh me librat tuaj, sepse keni qenë shumë produktiv. Pothuajse çdo vit keni sjell nga një libër të ri. Jo, çdo vit, një në 2 vjet. Pothuajse. Kjo është mesatarja. Duke bërë konkurrencë librave nga libra. Shive dashti, ky është libri i 4 i një cikli për 5 romanesh, që unë kam grupuar zakonisht, që fillojnë me romanin i Humburi, Botur 192-shin, edhe mbyllen me romanin Lëkura e Qenit. Po, pra cikli Burgjet e Kujtesës. Ky është i 4 i ciklit Burgjet e Kujtesës. Kur u botua ky, u thënë, disa miqë, ky u botua edhe në Francë, pastaj u botua edhe në vende tjera. Edhe në Spanjë, ka patur goxha në Spanjë u botua vit në kaluar. Disa miqë më sugjeronin që pjesa e parë, domethënë 40 fajt e para të paktën të këtij libri është shumë vështirë për lexuesin. Njëri bëri këtë krahasim, i ngjan një shpati tepër të thefisur, ku lexuesi gati i merret fryma duke u ngjit. Sepse nis me një vetvrasje. Jo thjesht. Çfarë fjalia e parë keni nisur? Mirë, po vështirësia ishte mënyra se si kisha shkruar unë. Edhe me kohën e realizova që kjo vërtet ishte vërtet. Pastaj parimi im është që t'ja bëj, t'ja shtroj rrugën lexuesit sa më të lehtë. Mos e detyroj, sepse jo të gjithë lexuesit kanë fuqi, kanë durim të njisin shpatet të thefisura dhe mund ta praktisin atë punë. Kështu që mendimin për ta rregulluar këtë punë në 40 fajde, 50 fajde të pa dhe më tutje. Është e vështirë për një shkrimtar të rikthehet dhe të qëndrojë në atë suazën dhe logjikën e ngjarjes. Jo, ky roman është ai që ka qenë. Në thelb nuk kanë, unë nuk kam shtu asgjë, unë vetëm kam heq e kam bërë disa ndryshime, po e themi strukturore, që nuk kapen. Kështu që unë e bëra këtë, mu dha rasti, kur u bë botimi në Spanjë. Atëherë, unë vendosa ta ripunoj para se ta merte të botojë në Spanjisht. Se gjithë botimet e tjera janë me variantin që ka fituar dhe çmimin, ai varianti i thepisur. Edhe e bëra. Edhe qysh atëherë, ju luta botuses time, zonjës Irena Toçi, i thash, unë kam bërë një punë që besoj është e vlefshme në të mirë të këtij libri. Dëshiroj të ma ribotosh. Po t'jetë e mundur. Pastaj mu së pëlqente as kopertina e librit të parë, shumë e errët. Ka qenë me një personazh, një personazh mashkull. Në atë kohë kur u botua atëherë, ai shkonte se vetë sfondi i ngjarjeve ishin shumë të rënda, shumë jashtëzakonisht të rënda në sfondin e. Pra ka ndryshuar komplet edhe kopertina dhe disa struktura. Më duket unë tash po shoh nuk isha parë. Jo keni marrë përpara me. Unë do ta shoh panajirën. E kemi marrë përpara jush, kështu që në panajir është ky libri Ëndra e Damokleut. Po më pëlqen nga dalë bukur në kopertinë, ma kishte treguar, po
në libër kështu duket tjetër, edhe të them drejt mua më pëlqen, edhe jam shumë i kënaqur, panajër do ta shoh. Kjo është arsyeja. E besoj që ka dalë. Leximi bëhet shumë i këndshëm, shumë i lehtë, megjithëse romani vet është i tillë që është i rëndë. Është një histori, po. Do t'i themi lexuesve dy fjalë për romanun, e di që ju shkrimtarët e keni të vështirë, pjesa më e vështirë për ta rrethyer librin dhe shkrimet tuaja. Përse Ëndra e Damokleut është një histori e pamundur, dashurie, përmes asaj lufte klasash që kanë ndodhur mes shoqërisë. Damokleu është një personazh, se ky personazhi kryesor, në fakt, është i çik ndërlikuar ky libër. Personazhi kryesor ka me kohë, ka dhe çrregullime psikike që vijnë për shkak të ngjarjeve që ndodhin në libër, se ka disa ngjarje tragjike. Këtij i vdese shoqja në lindje sipër, është histori gjatë, unë them të drejtë. Gjithë kur është merr një personazh nga jeta reale, histori reale, ka një sfond të tillë? Ky ka, domethënë, mjedise edhe personazhe reale, por gjithë ngjarje shtrellim. Krejtësisht. Okej, lexuesit e Panajiri e gjen ëndrrën e Damokleut dhe mesazhin që do të përcillte. Po. Gjemia e mbytur është libri i fundit që ju keni shkruar, apo jo? Po, ky është libri i fundit që i kam shkruar dhe botuar në shkurt të këtij viti. Po, për mua gjatë këtij viti ky mbetet ende libri i ri se është botuar këtë vit. Tjetër punë se u botua që në fillim të vitit. Ky ka qenë në Panajirin e shkuar? Jo. Nuk ka qenë. Pra për herë të parë Gjemia e mbytur është pjesë e Panajirit të 18. Po. Do t'i qëndronte ky titull libri i realitetit që ju e gjeni Shqipërinë, Tiranë, realitetit ku jetojnë? Dgjoj. Se këtë pyetje më kanë bërë shpesh. Edhe kur botu libri. Ju kam bërë dhe pyetje se a jeni njëri me fat, meqense keni dhe librin tjetër, njëri me fat. Gjemia e mbytur është një metaforë. Kjo ka qenë përgjigjja ime dhe unë po përsëris edhe sonde, mund ta përsërisë edhe në një rast tjetër. Është një metaforë e gjithçka që ndodh në këtë libër, është në funksion të kësaj metafore. Sigurisht nëse unë kam vendosur përdor këtë titull metaforik si titull, kam bindjen që ai përshtatet më së miri këtij libri. Mund të kisha gjetë një titull tjetër, padyshim, po ky më duk titulli më i përshtatshëm, po harrova vetëm një fakt, që Gjemia vjen nga turqishti. Si një fjalë, edhe tash tingëllon si një fjalë arkaike e vjetër. Mund të jetë në një vit tjetër që mund ta ripunoni. Jo, nuk besoj ta ndryshoj këtë titull. Ky është, si më thënë, problemi me këtë, që brez deri nuk e din, nuk besoj ta din që është Gjemia dhe shpesh më pyesin më që dikush tha Gjemja, po s'është Gjemia, thash është Gjemia. Gjemia, dhe teksti i fjalës është i tillë. Unë do të lexoj vetëm pak nga Gjemia. Në një vilë periferike të kryeqytetit në natën e Krishtlindjes të vitit 2014, kanë rënë aksidentalisht dhe më bëri përshtypje përshkrimi në kurthin e policisë 3 persona, një gazetar investigativ dhe 2 të moshuar të çuditshëm rreth të 70-tave. Njëri ishte ish hetues i sigurimit të shtetit, tjetri ish operativ. Tani, se çfarë kërkojnë te vila dhe pse janë arrestuar dhe pse këta e mbajnë vilën në vëzhgim prej kohësh, janë pyetjet që shtrohen në këtë libër. Sepse të gjithë personazhet vijnë në lëvizje nga përhapja e një legjende. Kaq mund të themi. Jemi në Panajir dhe lexuesi do të di të zgjedh mes librave më të mirë. E në fakt, nëse ju, zoti Kongoli, do të ishit një lexues që do t'i përshkruanit stendat e Panajirit, si do të dallonit një libër të mirë, që mund ta merrnit dhe ta lexonit me një frym? Ka disa rregulla apo kritere që e definojnë këtë gjë? Po, zakonisht lexuesit, ata që vinë në Panajir, përgjithsisht, kanë një informacion paraprak për autorët të paktën. Problemi këtu është për autorët e ri që dalin në Panajir, ata s'njihen, ata kanë një çik problem, siç kanë problem edhe botimin e veprave të rinj, kjo dihet. Kurse për autor, si puna ime që janë të vjetër,
Edhe që E kam di pak a shumë botuar, se çfarë ky këndvështrimi është keni. i 18 panair i librit, edhe unë me sa mbaj më kam marrë pjesë pothuajse në të gjithë këto panaire, kështu që unë kur veten panair, sigurisht do orientohem nga nuk e mohoj, orientohem nga emrat e autorëve. Që mund të jetë një nga kriteret, rregullat që më pëlqen. Pa dyshim që orientohem. Pastaj orientohem edhe nga shënimi që Përshkrimi që i bëhet. kjo është vënë shënimi informativ për lexues. Ai ka shumë rëndësi. Sepse ka lexues që edhe më ndodh shpesh në panair kur rri në stand për firmës libra, ato e lexoj me shumë vëmendje. Është një moment shumë i bukur, shumë i magjishëm do të thoj. Shkrimtarët? Po, shkrimtarët kanë do e marrë, këtë po është shumë gjë e bukur. Sigurisht pastaj edhe nga tregues të tjerë. Po, përgjithsisht ky është. Këtë fenomenin e rënjes së leximit që e kemi dëgjuar shpesh kohët e fundit. Si e perceptoni? Çfarë mendimi keni për lexuesit shqiptar? Pse është larguar librit? Dgjoj, që botuesit janë më të informuar për këtë punë dhe e din se, si më thënë, ku pikon çatia. Edhe derisa ata e thonë këtë, ata e kanë këtë hall dhe unë nuk dua ta vëmë dyshim, por mund të them që unë ka të paktën nga 30 vjet që e dëgjoj këtë këngë, që lexohet gjithnjë më pak, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë. Domethënë nuk është këngë e vjetër, nuk është këngë e re, është këngë e vjetër. Ama ka Qofse tashti është agravuar, kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, sa për dini, është kjo për këtë ankohen të gjithë botuesit e botës zakonisht. Edhe është një fakt tjetër, libraritë janë plot me libra. Ka prodhim. Botohen. Ata zbotohen për të qëndruar nëpër librari, por jo thash nuk i vën dyshim konstatimet e botuesve, se ata e dinë më mirë se aty hyn ana financiare e problemit, edhe aty çështja nuk është më një muhabet për të kaluar kohën. Ka një farë lidhur me këto botime digjitale, ku do të ndikojnë. Po është tema e panairit në fakt, libri e-book, libri digital. Po unë nuk besoj që ai lloj libri do ta zëvendësoj ndonjëherë ose do ta spostoj. Botimin, librin e letrës. Librin letrë. Ndoshta kjo bëhet me arsyetimin edhe me logjikën për të nxitur më tepër kushërinë e lexuesit, për ta rikthyer drejt leximit ndoshta, meqenëse është në rënje. Dakord, mase është edhe çështje brezësh, në përkas brezit të vjetër tash të rit. Lexoni shpesh? Apo më shumë shkruani? Jo ai shumë se s'kam kohë. Që të lexosh duhet të kesh kohë. Leximi është një luks. Për mua është luks. Po përgjithsisht edhe për njerëzit, që nuk merren me letërsi, po është luks sepse do kohën e dur, do përqendrimin e dur e tjerë. Prandaj kanë dalë edhe këto digjitale. Libri në tablet, në telefon? E merë me vete, e fund qep ka gati një bibliotek librash në qep, se i ka bleri, ka aty, edhe në tren ka udhëtime, një orë nga një stacion tjetër, një orë në zera të lexon. Aktualisht, zoti Kongoli, keni diçka, shkrimtarët kryesisht kanë diçka në përduar. Ndoshta nuk e tregojnë. Kjo është ritsjell for diçka të re. Të tjetër nga botu të re, herë për herë. E keni stopuar për momentin. Kam frenu një çik tash se nuk më hanë më dot. Një në 2 vjet keni sjell nga një botim, jo e thatë vetë, kështu që është moment çlodhje. Po, si më thënë, si puna ati e një atleti që kur është i ri, ai thënë rekorde, pastaj me ko, vinë të tjerë pastaj. Ëndra e Damokleut dhe gjemia e mbytur nga zoti Fatos Kongoli në stendën e botimeve të ENA në panairin e librit. Ju falenderoj shumë, zoti Kongoli, që erdhët te vila jonë. Edhe unë ju falenderoj që më ftuat. Ditë mbarë dhe qëndrime të gjata në Tiranë. Faleminderit që na keni ndjekur, shihemi pas pak të bashku.